është ekspert e politikave ekonomike dhe tregtisë. Do të flasim për shumë gjëra bashkë, dhe se do të mundohemi të kuptojmë pak a shumë për uktimin e sytrimës. Sytrimën e kemi pas edhe një herë tjetër këtu në emisionin 410, gjithsesi do të mundohemi të kuptojmë për një karrierë të cilën një grua ka zhvilluar për shumë vite me radhë. Sytrimën, mirë se erdhe, kënaqësi me të pas prapë këtu. Faleminderit Dhurata, ju falenderoj për ftesën, shumë kënaqësi. Ne do të mundohemi të kuptojmë për uktimin tënd në karrierë, pse ke vendosur pikërisht të marrësh këtë drejtim, cilat kanë qenë sfidat dhe çfarë bën një grua që të shtyje përpara gjitha ato dëshira, gjitha ato qëllime që i ka në karrierën e saj. Po, në qysh në moshë të re do thotë kam fillu me sektorin publik, aty kam fillu angazhimin tim në politikë bërje, në bërjen e politikave publike, aty ku më së miri edhe më së shpejti vërehet efekti që mund t'jap një zyrtar ose një shërbys civil për qytetarët e këtij vendi. Aty kam qëndruar rreth 13 vite, respektivisht në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Pastaj kam kalu në sektor privat, respektivisht te Koda Ekonomike Gjermano-Kosovare për rreth 2 vite e gjysmë, dhe tani jam plotësisht në sektorin privat, në një shoqat që është themeluar e re së fundi në Kosovë, paravarësisht 2 vite, shoqata e ndërtimeve të parafabrikuara që merret kompani do të qenë anëtare, merren me ndërtimin e shtëpive nga druri, metali, por edhe kombinim, dhe gjithashtu bëj edhe punë konsulence, kryesisht në ekonomi qarkore, në përgatitjen e grave kryesisht nga zonat rurale për tregun e punës dhe gjithashtu në aftësimin e tyre me aftësitë e buta për të përgatitur për tregun e punës, dhe gjithashtu pa e harruar specialitetin tim të preferuar, tregtinë ndërkombëtare, aty ku kam shërbyer edhe gjatë për vendin edhe për sektorin publik në bërjen e politikave tregtare, respektivisht eksport-import, por gjithashtu edhe negocim i marrëveshjeve tregtare. Është një rrugtim relativisht i gjatë dhe ajo që më karakterizon në përvojën time të gjatë është që ndoshta jam ndër rastet e rralla në sektorin publik që kam filluar si junior dhe pastaj pothuajse gjithë 3-4 vite kam lëvizur në pozicione të ndryshme, jam avancu në pozita deri në pozitën e drejtores e departamentit të tregtisë, që në atë kohë ka qenë rrallë jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkanin Perëndimor, në vendet ku ne kemi negociuar marrëveshje të ndryshme që një grua të udhëheq tregtinë ndërkombëtare, se zakonisht perceptohet si fushë e burrave, tregtia. Si çdo fushë tjetër. Si shumica e fushave, po dhe në këtë fushën e ndërtimit që jam, perceptohet si fushë industrie e burrave, dominuar kryesisht nga burrat, por që do të thotë kam hyrë në këtë pjesë, ta bëj një ndryshim, ose më mirë të themi një kombinim të dy gjinit dhe të bëjmë diçka të mirë dhe të dobishme për vendin. E përmende që ke filluar shumë e re, si junior e quajte, dhe po më intereson shumë se cilat kanë qenë sfidat e asaj kohe. E më pas, çfarë të është dashur ty të bësh që të ngritesh në pozitë dhe të qëndrosh gjithë ato vite, gjithmonë duke hypur një shkallë më lart deri tek, po themi, kur ka qenë momenti që të largohesh nga sektori publik? Po, përvojën time në Ministrinë e Tregtisë se karakterizon relativisht një dinamizëm mjaft aktiv, do thotë që i ka pasur sigurisht edhe sfidat e veta dhe një farforme kur je në një moshë të re edhe je grua paragjykohesh dy fish, paragjykohesh dy herë, po gjatë jetës e kam kuptuar që është shumë e rëndësishme objektiva që ja vendos vetës përpara dhe sigurisht që fjalët në asnjë moment nuk ndalojnë ose së gjykuari, ose së vlerësuari, ose së supozuari, do thotë ka dimensione të ndryshme që vinë në veshin tënd, por unë e kam pas shumë të qartë rrugën nga dua të shkoj, pavarësisht pengesave. Unë gjithmonë pengesat i kam marrë si diçka pozitive që mua më kam bërë zhvillohem edhe më kam bërë personin që unë jam sot. Në asnjë moment të vetëm një pengesë, unë nuk e kam marrë e cila më ka zhgënjy, apo më ka dëshpëru, apo më ka humbë dëshirën dhe motivin që unë të heq dorë nga objektive të cilin unë e kam synu. A ka ndonjë qels këtu, ndonjë
metodën, diçka që kishe dashur me nda në veçanti me ne, dhe me gjitha ato gra që po na shohin fund të ditës, mësojmë njëna mbi tjetrës. Po, patjetër. Mu për shembull më kanë ndihmu shumë leximi i literaturave të ndryshme, edhe më kanë ndihmu ecja në natyrë. Do thot janë dy elemente cilat... Me ushqy trunin edhe me ushqy trupin. Definitivisht. Jo vetëm grave, por edhe gjinis tjetër, do thot është... Të gjithve. Të gjithve, pavarësisht kush janë dhe çfarë janë, do thot këto dy elemente, sidomos leximi, nga njerë të largosh edhe prej literaturës profesionale, të profesionit në të cilën je, po të ushqehesh me përbërës tjerë, kisha me thonë më mirë, sidomos për leadership, motivim, por gjithashtu edhe për mënyrën e të menduarit. Do thotë, unë kam lexuar libra mjaft edhe për mënyrën e të menduarit, si të mendojmë edhe si të jemi empatik, si të jemi të ndjeshëm, si të jemi të mirëkuptueshëm, sepse kjo më ka ndihmu pastaj në punën time. Ndoshta pak edhe puna më ka motivu dhe më ka shtyr që ta lexoj këtë pjesë të literaturës, sepse unë kam qenë edhe pjesë e delegacioneve të ndryshme shtetërore, ku kam përfaqësuar Kosovën në negociata me vendet e tjera. Edhe në negocim është shumë interesant, është shumë e vështirë, sepse nuk mjafton vetëm të ulesh në tavolinë me disa letra përpara. Do thotë letrat, dokumentet janë elementi i fundit i cili të duhet gjatë negocimet. Do thotë paraprakisht të duhet ta lexosh pavarësisht energjinë në sallë, në dhomë, se kush janë personat kë e ke përballë, çfarë gjuhë të komunikimit e kuptojnë personat që i ke përballë, edhe një farforme sa e gatshme jetë ballafaqosh. Me ata që ke përpara. Patjetër, unë nuk po them që çdo herë kam qenë e gatshme me personat me cilët jam ballafaqu, po unë kam mësu prej çdo negocimi, prej çdo përballje. Do thotë, çdo person i cili ka kalu në jetën time, i cili është pjesë e rrugtimit tim, është mësim shumë i bukur për mua. Prandaj i falenderoj gjithë atyre personave që unë i njoh, që janë Kosovë, që janë përtej Kosovës, dhe se një shumë kolegë që më ka të punoj me ata, sepse janë pasuri për zhvillimin tim personal fillimisht, edhe pastaj atë profesional. Cilët janë 1, 2, 3 sa dushti, libra të cilët ua sugjeron gjithve që t'i lexojnë. Dhe tani nuk po e ndërlidhin pikërisht ndoshta vetëm me profesionin apo me rrugtimin të karrierës, por ndoshta edhe libra të tjerë të cilët i përmendet që mund të ndihmojnë të zhvillohesh apo të zhvillosh edhe aftësi të tjera. Libri që ma ka ndryshu pikpamjen time se si e shoh jetën tonë të përditshme, sepse ne më së paku merrem me jetën e përditshme. Ne në shumicën e rasteve e harrojmë veten edhe e harrojmë atë fëmijën tonë të vogël i cili është brenda, edhe harrojmë që duhet jemi kurreshtar. Ajo çka kam mësu deri më tani, deri në këtë moment që po flasim për gjitha përvojave që i kam pas qoftë personale, qoftë profesionale, është që të mbetemi kurreshtar. Të mbetemi ai fëmiu i vogël që gjithmonë bën pyetje pse kjo, pse ajo, pse duhet jetë kjo, pse nuk duhet jetë kështu. Do thotë mos ta marrim si të mirëqenë situatën, ose mos ta marrim diçka të gatshme pse na thot dikush. Do thotë ta analizojmë, ta shohim nëse është për rrethana tona, nëse bën për ne, jo domosdoshmërisht gjithçka bën, çka na propozon dikush tjetër. Dhe librat cilat do t'i propozoja publikut, nëse kanë interesim sigurisht për t'i lexuar, se ndoshta jo gjithve sigurisht i kushtohet, po është libri i Robin Sharma, Murgut që shiti Ferrarin e tij. Është një biografi, është pikërisht ky autori i cili e tregon historinë e tij se si është ballafaquar pas një sulmi në zemër që ka psu, edhe komplet ja ka ndryshuar çësjen për jetën, edhe mënyrën e jetesës, si që ka bërë deri atë ditë kur e ka marrë vendimin që do ta ndryshoj stilin e të jetuarit. Libri i dytë është nga Joe Navarro, është një agent që ka punu në FBI për 25 vite. Libri i tij është E shoh çfarë po mendon. Ky libër është shumë i mirë për gjuhën e trupit, do thotë gjuhën e komunikimit, sepse ne më shumë flasim me trupin se sa që flasim vokalisht, verbalisht. Dhe më tepër tregojmë shumë e nuk e dim në fakt se çfarë po themi. Shumë saktë. Ne si natyrë jemi njerëzit janë shumë të rezervuar. Do thotë
hezitojnë të shprehen, sepse në shumicën e herave mendojnë që gjithmonë do ta kenë mirë, gjithmonë do t'jenë sakt, nganjëherë mungon vetbesimi, a thuket që po e mendoj nëse e them a e kam të drejtë, a e kam të sakt, si mund të ma marrin të tjerët, a mund të gjykohem, domethënë gjitha janë diku rreth 20 pyetje që të vinë për një minutë të tërë, edhe ky libër e artikulon aq zhbukur këtë gjuhën e trupit, saqë e rekomandoj këtë për secilin person, sepse ky është një libër që neve na duhet në bazë auditore. Pastaj është një libër tjetër nga Daniel Kahneman, që është Mendo shpejt, mendo ngadalë. Ky është libër për të menduarit kritik, se si të mendojmë në mënyrë strategjike, do të thotë se si të mendojmë diçka që na sjell mirë për veten dhe mirë për komunitetin. Pra këto janë disa libra cilat mua më kanë transformu si person, se si unë i shoh gjërat derisa nuk i kam lexuar perspektivat e këtyre autorëve. Sa ka qenë vështirë, përkundër gjitha sfidave të tjera që i përmendëm pak më herët, tani sa ka qenë vështirë gjatë gjithë viteve në sektorin publik, që të kalosh nga pozita në pozitë? Po, e lehtë nuk ka qenë as pak, sepse sektori publik vetë e ka natyrën shumë burokratike, nganjëherë paragjykuese, shumë procedura. Ndo njëherë dhe jo të drejtë? Nga njëherë dhe jo të drejta, sigurisht në rekrutime të ndryshme, absolutisht. Jo me të njofshëm, jo me akjo, jo ajo, se pa dashtë me u këtelu. Sektori publik kryesisht karakterizohet për këtyre gjërave, edhe është ky perceptimi nga jashtë, që do thotë nuk është që është rasisht, pse ashtu mendohet, sepse sigurisht që është prezent në disa pjesë, por nuk më të them në të ratë. Ndoshta ku e kam pasur në fatin e mirë, ka qenë që Ministria, ne kemi pas shumë projekte të huaja brenda Ministrisë dhe në atë kohë ne ishim në disa procese, siç ishte për shembull rasti i negocimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit, ku duheshin të përgatiteshin një kuadër i Ministrisë së Tregtisë, do thotë një grup i personave që të negociojnë për këtë marrëveshje, por edhe për marrëveshje të tjera. Edhe unë kam pas fatin që të jem në këtë përbërje, ndoshta fatin në kuptimin e mirë, sepse unë i kisha investuar në vete, kisha bërë përgatitje, çka karakterizohet pastaj është shumë edhe qëndrueshmëria ndaj le të themi vendimeve politike, ndaj ndryshimeve politike, sepse ne e dimë që në të kaluarën kemi pas shumë ndryshime politike në qeveri dhe të cilat kanë bërë ndryshime më pas edhe në sektorin publik dhe jo vetëm. Po, padyshim. Do thotë ne dëshëm apo nuk dëshëm, do thotë jemi të ndikuar prej atyre ndryshimeve që janë bërë në atë kohë. Po çka më ka karakterizuar si individ, si shërbyese civile, ka qenë profesionalizmi, do thotë trajtimi i çështjeve me shumë panshmëri, do thotë pavarësisht kush ka qenë në ministri, cila parti politike, puna është kryer nga ana profesionale, pa asnjë le të themi rezervë, dhe gjithashtu qëndrueshmëri, por edhe me një zotësi ndaj profesionit dhe ndaj punës që unë e kisha marrë. Pra, kam startu si juniore, po duke hyrë për shkallëve lartë e kam pasur që nuk është e lehtë të përballohet presioni, po pastaj unë kam pasur një avantazh jashtëzakonisht të madh, që kam pas një ekip jashtëzakonisht profesional brenda departamentit të tregtisë, që edhe këtu do thotë shfryzoj rastin t'i falenderoj edhe një herë, edhe pse që 4 vite nuk jemi bashkë, po kemi bërë shumë punë të mira në atë kohë për vendin, sepse unë them edhe pse një lider i mirë mund të jetë profesionist, mund të jetë i fuqishëm, pa një ekip të mirë do thotë nuk mund të arrijë as gjysmën e suksesit. Prandaj sigurisht që unë një pjesë vetëm, absolutisht jo. Një pjesë të madhe të suksesit tim në atë kohë ja atribuoj edhe ekipit tim që e kam pas afër. Patjetër që po. Sa ishte e vështirë pas gjithë atij mundi, asaj sakrifice, gjithë atyre viteve që në një farë forme deshte apo s'deshte bëhet pjesë e jotja, bëhet pjesë e rutinës, ta lësh. Të heqësh dorë në një farë mënyre pas gjithë asaj kohe. Dhe pse erdhi? Erdhi nevojë, ishte detyrim, çfarë ndodhi që kalove nga sektori publik në atë privat? Deri në atë moment nuk i kam kuptuar
mjaft mirë se sa është e rëndësishme të merret vendimi i duhur në kohën e duhur. Edhe zakonisht të qëndruarit gjatë me një vend, sigurisht që i ka ato pikpyetjet e mëdha në kokë, mbasi ta marrësh një vendim se a kam bërë mirë, a kam bërë mirë që e kam lënë një kontratë përhershme, trajnime vazhdimisht, udhëtime zyrtare jashtë vendit, unë lëviza nga pozita... Një punë të sigurt, po. Unë lëviza nga pozita drejtorës, plus do thot përveç këtyre. Po, është shumë mirë kur personi vlerëson gjykon me mendje shumë të ftoftë dhe racionale për të ardhmen e vetë. Edhe unë e kam vlerësu në atë moment, do thot ka qenë një reflektim në disa mujor, që unë ja kam vënë vetës përpara, nëse unë qëndroj edhe për një kohë në Ministri të Tregtisë, a mund të jap më të mirën time dhe gjithashtu a mund të marrë mrapa, në mënyrë që të mos shpenzohem një farforme kot pa marrë mrapa diçka të tillë. Dhe mbi të gjitha, unë e kam ndje nevojen që të bëj diçka ndryshe për veten time edhe mënyra më e duhur ka qenë lëvizja nga Ministria e Tregtisë. Po unë i mbetëm falendëruese për gjithmonë atij institucioni, sepse fal atij institucioni atyre kontakteve, lidhjeve, rrjetin e personave që unë e kam tash dhe që janë pothuajse personat e njëjtë, janë edhe në pjesën tash ku unë operoj në sektorin privat, është gjithashtu që i falenderoj Ministrisë dhe gjithë atyre kolegëve, bashkëpunëtorëve që kanë qenë pjesë e rrugtimit tim, edhe që një farforme unë sot jam këtu ku jam, gjithashtu edhe fal kontributit që ata kanë dhënë në zhvillimin tim profesional. Po, sigurisht që nuk ka qenë i lehtë si vendim dhe më tregu drejtën, shpesh mbike ka një moment në ato 3 muajt e parë të ndryshimit, sepse... Pas vendimit, Po, pas vendimit, sepse ndryshimi e ka efektin e vetë të pasigurisë. Po pjesa më e bukur e ndryshimit është kjo pasiguria. Do thot, pasiguria një farforme ta trason një rrugë tjetër, një rrugë të re, ta hap një derë tjetër. Edhe shumë e rëndësia ajo shprehje që thot mos mbet të e shiku derën prava që tu kam mbyll, sepse i ke edhe shumë dyrë të tjera përpara që kanë me tu hap. Sigurisht që ai ndryshimi sjell pasiguri edhe sjell një farforme të panjohura. Edhe kjo e panjohura. Zgjon disa të tjera mendime, gjen rrugdalje të reja, ti aktivizon pak qelizat me mendu për forma tjera, edhe kjo ndjenja kur nuk e di se çka të pret, në anën tjetër është edhe e bukur, sepse të hap edhe horizonte tjera që unë deri në atë moment, të jem e sinqert, nuk i kam mendu. Deri në momentin kur e kam marrë vendimin. Padyshim që po, jo të gjitha gratë, por edhe burrat në përgjithësi, po ndoshta po flasim për gratë, gjithmonë kam dëshirë pëlqen se në këto fusha, edhe në shumicën e fushave që i përmendëm pak më herët, dominohen nga burrat dhe gratë gjithmonë e kanë pak më të vështirë. Sidomos kur janë në pozita vendimare, si atë të drejtoreshës, për ta lënë në një vend të atill është goxha vështirë ta marrësh një vendim. Dhe më intereson shumë gjatë periudhës së reflektimit, me qenë se e përmende, çfarë të ka ndihmuar, apo çfarë të ka shtyr që pikërisht që ka kontribu në këtë vendim, i cili normalisht ka dalë pozitiv, sepse tani je rehatu, po themi kështu, edhe je rehat me pjesën ku je, po gjithsesi çfarë ka pas, çfarë ka kontribu pikërisht në atë reflektim, apo kush kanë qenë personat, sepse më pas tani ndikon edhe pjesa tjetër e personave të cilët kanë asnjë lloj pyetje. S'ka mundësi, mos e le, që shgudzon me elon një punë tillë e kështu me radhë. Po besoj që ke pasur edhe pyetja apo të tilla. E përmendë dhurua ta një fjalë shumë të mirë që na karakterizon neve si popull rahatia. Mu pikrisht kjo fjalë nuk të pëlqen, më ka mundu shumë. Më ka mundu shumë, unë nuk më dash asnjëherë mu rahatu. Edhe sot edhe ndoshta kjo është më arsyeja pse ke zgjedhur të ndryshosh. Definitivisht unë jam si natyrë që kam dëshirë me u sfidu në çdo detyrë, në çdo përvojë. Ose në çdo relacion që e kam me personat, unë kam dëshirë me u sfidu. Qoftë në mënyrën se si mendoj, si veproj,
Si punoj me metodologji, me metodat të ndryshme, do thotë unë kam dëshirë me u sfidu. Edhe punën që e kam pas në Ministri Tregtisë, vazhdimisht ka pas sfida të ndryshme. Do thotë vazhdimisht ka pas dokumente të reja, marrëveshje të reja, negociata të reja. Se ndoshta sikur të kishë qëndru uji me një vend. Rutinë, unë sigurisht që nuk do të kisha qëndru rreth 13 vite në Ministri, edhe në të njëjtin departament. Do thotë në të njëjtën zyre, pa ndryshu zyre të tjera, por që kam ndryshu pozicione edhe jam rrit duke ndryshu pozicione në vendimarrje të ndryshme. Edhe sigurisht që nuk ka qenë lehtë. Çka më ka bo me reflektu gjatë, do thotë çka kam reflektu, çka kam marrë parasysh, është që gjithë këtë përvojtimen edhe ja bësha pyetjen vetës që nëse qëndroj edhe 3-4 vite të tjera, unë shumë kam gjasa që pensionimin ta pres në Ministri. Edhe kjo më kam mundu gjithë. Do thotë unë nuk jam pajtu me këtë fakt që unë nuk e kam pa vetën, nuk jam një person që unë qëndroj me një vend gjatë. Do thotë nuk është natyre imja që unë nuk e duroj, nuk e toleroj rutinën. Do thotë duhet ketë diçka të re, diçka që më sfidon, diçka që më zhvillon personalisht edhe profesionalisht. Edhe sigurisht padyshim që shumë më ka ndihmu kjo literatura që unë e kam lexuar, sepse unë kam pa perspektiva se si ata persona, autorët e këtyre librave, kanë marrë vendime për gjatë jetës së tyre. Çka ata kanë marrë përsipër gjatë jetës së tyre, do thotë cilat vendime. Sigurisht që kam pas edhe prej pyetjeve të tilla, qysh e kalon punën në Ministri, një kontratë të përhershme, po personi i cili më ka përkrah mas shumti në këtë drejtim, ka qenë mami, do thotë një grua tjetër, që kur i kam tregu për vendimin, se më pothuaj se unë vendimin e kisha shoshit mirë në kokën time, edhe pasaj vetë që kam bërë të ditur në familje, edhe reagimi parë do të ka ardhur nga mami, që ka thënë, okej, po besoj që ka qenë mjaftueshëm periudha ku ke qëndru edhe po sa mirë se jo gjitha nënat e marrin me as sportivitet, a? Pikërisht e qëndrojmë tek ajo rahatia. Dhe përderisa u përmend rahatia, ndoshta në këtë rast ti e rahatuar nga ajo pasiguria e fillimit. Apo jo? E vërtet. Do të thotë ajo pasiguria që ka qenë fillim? Po, kërkimi një pune, atëherë sa u diplomova, do thotë unë i kuptoj tash edhe shumë mirë të rinjt për sfidat që i kanë, që ta gjejnë një vend pune, edhe më vjen mirë që të rinjt e sodit nuk e mendojnë domosdoshmërisht sektorin publik. Mendojnë diçka sektor privat, inovacion, kreativitet, jo ta marrim një punë dhe me u rahatu. Do thotë një i ri, nëse nuk e shfrytëzon moshën që ka këtë periudhën kur lulëzon më së miri, 20 deri në mosha 33-35 vjet, aty ku e bën bum një karrierë, atëherë nuk është, do thotë, interesante të vazhdohet më tutje, po më vjen mirë, do thotë, që ka një pikpamje komplet ndryshe për tregun e punës. A është e lehtë? Sigurisht që nuk është e lehtë, nuk e kemi pas edhe ne lehtë atëherë, do thotë gjenerata jonë që gjejnë punë, po në atë kohë do thotë ka qenë shumë e mirëseardhur edhe shumë e vlefshme si përvojë të qenurit në politika publike, në sektor publik. Është një punë e cila nuk paguhet asgjë, edhe ndryshon komplet prej punave tjera që unë i kam deri më tani, sepse tash unë jam në anën tjetër të medaljes, ku tash ne i presim politik bërësit që të përgatisin ligje, udhëzime administrative, rregulla të reja për tregun e punës, për procedurat e eksportit, importit e kësaj gjë. Po më kujtohet edhe nga biseda e kaluar që kemi diskutuar pikërisht për këtë pjesë. Po më intereson shumë si të priti sektori privat tash, me gjithë atë pasigurinë e po themi muajve të parë e kështu me radhë. Sektori privat më ka pris shumë mirë sepse puna ime në Ministrinë e Tregtisë ka qenë pothuajse komplet me sektorin privat dhe unë e kisha ndërtuar një relacion mjaft mirë, stabil, të besueshëm. Edhe këtë dua ta them që besueshmëria në raportet ndërnjerëzore është shumë e rëndësishme. Nëse kjo nuk ekziston, do thotë lidhjet vetëm sa vinë dhe prishën, edhe nuk vlen, do thotë të investohet në diçka tjetër. Dhe kjo, do thotë, me u bo e sinqert, unë nuk e kam ditë vlerën atë shumë vetës, derisa nuk jam dalë në sektor privat, sepse
Kur je një farforme me një rreth vicioz, aty sillesh edhe nuk sheh për te asaj, sepse vetë presioni, stresi, ngarkesa e punës e bën të vetën. Do thotë është shumë e natyrshme, shumë normale. Po në momentin që del nga ai rreth, edhe del në anën tjetër edhe sheh vetëm për shembull ku ke qenë, me kë ke punu, me kë ke pas mundësi me punu, sa ka qenë potenciali, atëherë sheh që ke qenë një aset i vlefshëm për institucionin, sepse dera e departamentit të tregtisë ka qenë çdo moment edhe çdo herë e hapur për sektorin privat, edhe në ato raste kur nuk kemi pas mundësi me ju ndihmu, edhe në rastet kur ju kemi ndihmu. Pra, unë si person e vlerësoj shumë komunikimin, edhe në rast që nuk mundem me të ndihmu diçka, vetëm që me gjetë kohë për personin me ndëgju për një hall cilin e ka, do thotë për mu është mjaftueshëm, si unë që e ofroj të dikush, gjithashtu edhe dikush me ofru të unë, po gjithashtu edhe e vlerësoj shumë edhe sinqeritetin në komunikim. Do thotë kjo është një element tjetër që më karakterizon si person edhe gjatë reflektimit tim në karrierë. Por edhe në jetën personale, për shumë vendime të ndryshme, vetë reflektimi është shumë i rëndësishëm. Por vetë reflektimi do thotë me qenë i sinqert edhe i ndershëm. Jo me abot shefin vetës, edhe jo me të dukë që një farforme je më e mira dhe pa gabime, sepse një gjithë kemi ato pikat ku mundemi më përmirësu edhe më shumë, sepse ne gjithmonë them me evitu fjalën gabim ose dështim, se çdo herë është një mësim. Çdo herë për neve është një diçka që e marrim që nuk e kemi pas deri në atë moment, edhe që e shohim një diçka me një sy pak më ndryshe që nuk e kemi pas deri në atë moment ashtu, siç na ka jep dikush një perspektivë tjetër. Kështu që vetë reflektimi është një prej çelësave të suksesit tim personal edhe profesional. Unë kur tulem e bisedu me veten, ulem shumë sinqerisht, edhe ulem shumë seriozisht. Është një koncept thuhet dashuria e vështirë. Këtë koncept e shpjegon shumë mirë Robin Sharma në një libër tjetër të tij, që quhet kush do të çoj, kur do të vdesësh. Ai aty jep 101 këshilla se si të bëhet një jetë që ti në ditën e fundit të jetës tënde nuk i bjen pishman që e ke jetu. Do thotë je e përmbushën ose i përmbushën si person. Edhe një prej këshillave që ai jep aty thotë përveç që duhet me qenë i butë me veten, me qenë shumë gjentil, njëkohësisht vetës duhet me ofru dhe dashuri shumë të vështirë, në kuptimin që duhet me qenë shumë i disiplinuar. Duhet me bo edhe një diçka që nështë në bashkë atë moment ti nuk i dëshirë me bo, ama duhet me bo. Kjo është definicioni i disiplinës, duhet me bo me zore edhe në qoftë se... Duhet me bo me zore sepse për afat gjatë është mirë për ty. Në atë moment nështë kur kush nuk jemi në disponim, po pritoj, nuk jem në disponim sot. Lodh shumë. Shumë arsye mund t'i gjejmë. Njeri kur nuk do me bo diçka gjenë shumë arsye, shumë e vërtet. Po kjo vetë disiplina, pse e dallon të suksesshmin, prit pas suksesshmit, është vetë disiplina. Milionerat nuk kanë kur gjë ekstra, asnjë element tjetër, domethënë gjithë jemi njëjtë. Po ajo që na dallon prej, do thot, suksesin prej mos suksesit, është vetëm vetë disiplina. Kur nuk e bën një dikush një diçka, merre ti, bone edhe suksesi ka me qenë shumë i garantuar. Urdhë? A i ke bo milionat? Halo ajo. Edhe paka. Mirë, për me relaksu pak bisedën. Po më intereson shumë të dija, ka pas ndonjë moment, a ban mend ndonjë moment të caktuar të veçantë, kur në atë kohën e pasigurisë, ke thonë shumë mirë kom bo, që e kom marrë këtë vendin. Po, unë edhe në këtë moment, unë këtu në studio erdha pri një trajnimi që e mbajta në AOK për menaxhim dhe leadership, edhe kjo ishte një prej shembujve që e tregova që pas një kohe të gjatë, do thotë, kam lënë punën në Ministrinë e Tregtisë, edhe dikush ma boni pyetjen, tha, a ishe kthy në sektor publik? Po. Në sektor publik thehem vetëm një rast të punoj, sepse është shumë mirë të punosh në politika publike. Do thotë, vrehet ndikimi yt, edhe vrehet aftësia jote, dia dhe sidomos tani me këto kombinime të përvojave që i kam bërë me këtë laramani të përvojave, sigurisht që do të ishte shumë e dobishme. Impakti do të ishte më i madh dhe të tjerët do të përfitonin ndoshta në... Patjetër, po, edhe ende ekziston rjeti njerëzve, personave, kolegëve që janë ende në sektor publik.
Por nëse do të kthehem prapë brenda, do të thotë përgjigjja ishte jo, sepse është një periudhë, është një cikël që ka përfundu. Edhe unë mendoj që ne njerëzit kemi cikle, që kemi periudhat që i fillojmë dhe po duhet i përfundojmë. Do të thotë nuk zgjat asgjë për gjithmonë, po derisa jemi në këtë cikël, do të thotë është mirë që sheja tona të mbesin aty. Edhe pikërisht dhuratat që ma bot këtë pyetjen për sektorin privat tash qysh ndjehem, është pikërisht këto shenja do thotë që i kam lënë në sektorin publik, më kanë ndihmuar shumë mirë ta gjej veten, edhe pse ajo prapë e them ajo ndjenja e ndryshimit, nëse do të gjej punë më një herë ose sa muaj do të mbes pa angazhim, do të nuk i kam faktikisht janë neutralizuar shpejt, saqë edhe unë për vete kam qenë shumë e kënaqur që jam mirëprit në atë mënyrë në fillimet e mia në sektorin privat. Po më vjen shumë mirë edhe me kënaqësinë më të madhe, po të ndëgjoj duke marrë gjithmonë parasysh që këto tregime, këto ndarje të eksperiencave me të vërtet na motivojnë, na inspirojnë për të vazhduar tutje, jo vetëm mua personalisht, por edhe gjithë ata që po besoj janë duke na ndjek. Në përgjithësi, çfarë ke mësuar nga të gjitha eksperiencat që ke patur, edhe më pas do ta diskutoja shumë edhe këtë pjesën tjetër, meqenëse se e përmendë pak më herët që merresh edhe me fuqizimin e grave të cilat janë duke u futur apo dëshirojnë të futen në tregun e punës. Ajo çka kam mësuar nga gjithë kjo periudhë është që me qenë profesioniste në kuptimin kur ta merr një punë, me qenë shumë e sigurt në punën që e merr, do thot as mos me u mbi vlerësu, as me u nën vlerësu puna, do thot me ditë një farë forme impaktin tënd që duhet ta kesh. Edhe çka kam mësuar shumë është që duhet të jesh e butë në kuptimin e komunikimit, në çështjen me personat, me njerëzit e ndryshëm. Jo çdo person të kupton në formën ndoshta që ti flet ose ti e shpjegon. Edhe gjithmonë them është shumë mirë, do thotë ti përshtatësh personit se si mund ta kuptoj gjuhën. Aspekti tjetër është kurreshtja. Do thotë është shumë mirë për personin të jetë vazhdimisht kurreshtar, të interesoj për gjërat, qoftë në profesion, po qoftë edhe në aspekte të tjera, në literatura të tjera, siç kam bërë unë, që më ka interesu ta perfeksionoj më mirë një urinë time për gjuhën e trupit. Këtë ma ka bërë duke ju falenderu negociatave, do të që unë i kam pas gjatë punës time. Është pastaj pjesa e empatisë, si të kemi ndjeshmëri në kuptimin në të kuptuarit e personit tjetër. Edhe gjitha këto elemente një farforme më kanë ndihmu afërsia si person, do thotë ne gjithë nëse nuk dojmë me kry punë, mundemi me gjetë arsye, edhe me qenë ai personit që mundet me ta humbë shpresën edhe jo nuk kryet kjo, nuk bëhet kjo, është e pararealizueshme. Unë mendoj që kur ka vullnet të dyanshëm prej të dy palëve, gjithmonë ka një zgjidhje, gjendet një zgjidhje. Do thotë, ajo çka kam mësuar është që t'ja bëjmë jetën dikujt më të lehtë. Për më na vështirëson edhe ashtu jeta në përgjithësi, jeta ditore. Po t'jemi ata persona që një farforme në fund të ditës, një person është falenderus që ne ekzistojmë në këtë botë, edhe që ne jemi të e bo një ndryshim për të mirën e dikuj tjetër. Edhe pasaj unë them kjo mirësia është zinxhir. Në keq më larg se në trafik e vrejmë. Nëse ju japim dikujt përparësi, e vrejmë që ajo vetur një farforme ka jo përparësi dikujt tjetër pak më vonë. Do thotë efekti i mirësisë është si të them ngjitës. Është një farforme ngjitëse, edhe kjo vetëm shkon duke vazhdu në mënyrë zinxhirore. Aspekti tjetër është që sa më shumë të ndohet dia. Tash unë me kënaqësi e bëj edhe një punë tjetër që është komplet vullnetare, është pjesa e mentorimit. Unë e di për shembull gjatë përvojave time të mia sa jam sfidu nga persona të ndryshëm, sa jam paragjyku, po unë nuk jam leju asnjëherë që këto përvoja mua më bën një person të hidhur, një person mbyllt, një person që nuk mund t'i qasësh, përkundrazi. Do thotë një person që ti e ndon dijen. Edhe unë gjithmonë them dija që ndohet shumohet. Do thotë truni nuk ta merr askush, dija nuk ta merr askush. Edhe unë me shumë kënaqësi mentoroj gjenerata të reja,
që përgatiten për tregun e punës, edhe mbi gjitha që përgatiten për aftësitë e buta, do thot me ditë çka don prej jetës. Edhe me ditë çysh me u qas jetës. Mundesh me qenë ndoshta person me gradën më të lartë shkencore. Nëse nuk e ke qasin e duhur, komunikimin e duhur. Njerëzillakën është një farë... Njerëzillakën, po. Një farë shpreje që e përdor popullin. Kesh pak humanizëm brenda vetës, nuk të kushton asgjë. Do thot, përkundrazi është vetëm shpërblyese. Ndoshta jo në formë monetare, po hapën dhe dyrë të tjera nëse hap një derë për dikë. Edhe kështu që punë në mentorimit e kam punë për zemër, për krah punës që e bëj me gratë në zonat rurale. Në zonat rurale, çfarë ke hasër më shumti, cilat janë pengesat apo kërkesat ndoshta e grave të cilat ke pas mundësi të i takosh? Dhe ne mësojmë gjithmonë nga të tjerët. Çfarë ke mësuar ti personalisht pikërisht nga këto gra? Po, unë në çdo trajnim grave ju them që sigurisht që ju po mësoni prej meje në literaturë profesionale, po ju atë shumë bëni me mësu nga jeta personale, nga jeta shoqërore. Sepse shpesh e mendoj që jeta në Prishtinë jo çdo herë është pasqyra më e drejtë e shoqërisë në përgjithësi. Shumë e vërtet. Edhe shpesh herë kam atë bindjen që ne jetojmë një geto ose zonë të mbyllur, që mendojmë që pothuajse ai standardi i jetës që e kemi ne personalisht është gjithka. E kanë edhe gratë e tjera. Dhe kur kam lëviz pastaj takoj gratë të ndryshme në zona të ndryshme, në zonat rurale, e kam vrejtë që sa e pa drejtë është kjo shoqëri në trajtimin e grave, sepse një grua me një fshat të caktuar, përveç që është në gjendje ta gjallëroj komplet familjen e saj, nga varfëria, është në gjendje ta gjallëroj edhe t'i jap energji një fshati të tërë. Edhe jo çdo herë familjet e këtyre grave mund t'jenë përkrahase të atyre grave, po fatmirësisht është duke ndryshuar qasja, po shkon ngadalë, po sigurisht që ka shumë punë për të bërë. Po ajo që kam vrejtë e këto gra është që pavarësisht nivelit të tyre të edukimit, që nuk ka të bëj asgjë me mençurinë. Do thotë unë them gjithmonë, diploma qëndron me një anë, mençuria në anën tjetër. Do thotë nuk janë dy gjëra që lidhen bashkë. Nuk do thotë se ke diplomë dhe je i mençur dhe je i gatshëm për me u ballavaçu me jetën. Diploma është thjesht që ta hap një derë diku, ta lehtëson pak jetën, përndryshe nuk është që të mençuron thojza për me jetu. Për jetën në përgjithësi. Po, për me bo jetën në përgjithësi. Dhe të këto gratë që kam vrejtë është që janë aq të zonjat, janë aq të afta për jetën, do thotë sa janë gjendje, unë them kur është një grua në gjendje me gjallëru një fshat të tërë, me i fut në punë edhe shumë familje të tjera, do thotë ajo është në gjendje të udhëheq, pothuajse çdo punë, çdo projekt që mundesh me ja dhënë në dorën e tyre. Dhe aq më tepër, duke i vrejtë to aftësi, tani OJC të ndryshme, kryesisht që kanë fokus gratë, tani janë po fokusohen shumë se si të rritin aftësitë e buta të këto gra, kryesisht në si të prezantojnë projektet e tyre, edhe mbi gjitha si të prezantojnë të arriturat e tyre, do më thënë të bohen treguese të mira, apo storytellers që i thojnë me gjuhën tjetër, sepse kanë atë shumë për tregu, sa unë mendoj që këtë pjesë kanë ende punë për të bo, sepse meritojnë që storjet e tyre, historitë e tyre, motivimin e tyre të ndojnë me gratë e tjera që ndoshta e kanë njëjtën dëshirë, e kanë njëjtën ëndër, po që nuk munden me realizu ndoshta për shkak të rrethonave në familje, për shkak të kësaj logjikës patriarkale, që gruaja e ka vendin diku tjetër edhe jo ndoshta të shkojnë në trajnim, apo të takohet me persona të tjerë. Në vendin tonë po, edhe shpresoj do thotë që këto gra janë shembulli më i mirë për gratë e tjera që i kanë këto dëshira dhe ëndra, që t'i ndjekin këto ëndra pavarësisht edhe përkundër sfidave që edhe këto i kanë pas. Prandaj unë sa herë i takoj, unë marr energji shumë pozitive, motivohem se si prej asgjë ose prej diçka shumë pak, ato kanë arrit do thotë të bëjnë një diçka shumë të madhe që ndoshta me kushtet e tona këtu që i kemi në qytet, ndoshta edhe nuk ishim arrit sa kanë arrit ato,
për shkak ndoshta të komoditetit ose të trajtimit që e kemi më ndryshe. Prandaj unë shfrytëzoj rastin përmes televizionit që t'i përshëndes gjitha ato gra të zonja, të respektuara, të nderuara që kam pas kënaqësi të punoj me to, që janë burim i frymëzimit, jo vetëm për mu, po për gjitha gratë e tjera, edhe sigurisht për ato, sidomos për ato cilat i kanë ëndrat njëjta me të tyret. Cilat janë qëllimet për të ardhmen syltrime, ku e sheh veten pas një kohe, dhe a ka diçka që ndoshta i ke vë synim në karrierë, në jetën përgjithësi? Por neve personave të tillë që nuk e tolerojmë rutinën, është goxha e vështirë me na pyet se ku e shohim veten në të ardhmen, se është pak sfiduese. Edhe tregu po ndryshon atë shpejt, sa që nuk ka mbet, do thotë, të mendohet, le themi, për një punë me afat gjatë dhe të bëjmë plane të gjata, po sigurisht që unë do të vazhdoj të kontriboj për sektorin, për të dy sektorët faktikisht, se kontributi im në sektorin privat sigurisht që reflekton edhe në sektorin publik, ndërlidhet, padyshim se ne kemi vazhdimisht punë me ministri të ndryshme, në këtë rast me Ministrinë e Tregtisë, ku të dy palët do thotë i sugjerojmë njëra tjetrës cilët hapa do të ishin mirë të bëshin për sektorin privat, kështu që prapë është një ndërlidhje dhe padyshim që do të vazhdoj në të dy këto sektore të kontriboj, por gjithashtu edhe në fushën e konsulencës, por edhe në mentorim, do thotë është një pjesë që mu më plotëson shumë personalisht. Do ta konsideroje që të i bëhesh edhe ligjëruese ndoshta në ndonjë institucion edukativ, arsimor? Ndoshta, sepse unë pjesën e trajnimit e mbaj në mënyrë aktive, dhe po, sigurisht që do të mund ta shqyrtoja pjesën e ligjërimit një të ardhmen të afër, pse jo? Padyshim, nga gjithë biseda e kuptuam që ke një dashuri shumë të madhe për të përquar gjithë diturinë dhe jo vetëm tek të tjerët, e sidomos tek trinjët, por edhe gratën. Po, e vërtet është kjo. Unë mundohem këtë ta bëj përmes trajnimeve dhe mentorimeve, sigurisht, do të një formë tjetër prej ligjërimit në botën akademike, por që pse jo, do ta konsideroja në një të ardhme, nëse do të kisha sigurisht një ofertë të mirë, do t'ja vlente. Kemi ardhur te minutat e fundit me kënaqësi më të madhe, kisha me vazhdu ndoshta edhe 1-2 orë të mira me bashkë bisedu, sepse kemi shumë, e di që ka shumë gjana tjera, e mos t'i futemi tregtisë, mos t'i futemi gjanave tjera, po besoj që do ta kemi një mundësi tjetër për t'u taku prapë në emisionin 410. Krejt për fund një porosi për të rinjt, për trejat, për gratë, për burrat, në përgjithësi, të cilët dëshirojnë në një farë mënyrë që ta bëjnë këtë balancin mes jetës dhe profesionit, sepse përmendë pak më herët, përveç leximit është edhe jetësia natyrë. E ndonjëherë të kujdesim pak edhe për vete, për këtë pjesën tjetër që jemi jashtë. E ja bëjmë off punës edhe duhet të kujdesimi patjetër edhe për veten. Po, padyshim, unë pas një kohe pauzës, pas 3 viteve pauzë, e kam fillu hikingun prap, edhe është një pjesë që mu ndihmon jashtëzakonisht shumë. Është një pjesë që ta pastron mendjen edhe ta sqaron pozicionin ku je në jetën tënde. Po mesazhet që do ta jepja për gjithë personat që po na shikojnë dhe po na ndëgjojnë, është që të mbeten origjinal, të qëndrojnë vetja e tyre. Jeta jonë ditore sigurisht mundohet me na transformu, edhe njerëzit e tjerë një farë forme me ndiku, me na bosi ata, unë them shpesh, ose me dash me na bosi ata, po origjinaliteti vërtet është një prej elementeve që mund ka përcjell për gjatë karrierës tem deri në këtë moment që po flasim, edhe unë këtë e mbroj me shumë xhelozi, edhe e mbroj me është një diçka, një pjesë e imja që nuk e paramendoj veten pa këtë, do thotë nuk më duket që jam sytrim jam nëse nuk e kam këtë pjesën e sytrimës brenda vetës, edhe sigurisht është pjesa e kurreshtjes të mos ndalen, do thotë, së lexuari, së eksploruari, gjëra të ndryshme, sepse është u ardhur koha që nuk mund t'jesh konkurrent ose i konkurueshëm vetëm me një fushë, do thotë është duke u kërku tregu po zgjerohet çdo herë më shumë, mos flas për Kosovën që po mbetet treg i vogël, një farë forme t'ju mbetet ajo kurreshtja e
e ati fëmijë së vogël që e kanë brenda, ta ushqejnë atë, edhe sigurisht leximi edhe ecja janë dy gjëra të tjera. Unë përndryshe kam qenë edhe lojtare profesioniste e tenisit, edhe te unë është për brenda që nuk më lërë me pushu, do thotë unë nuk rrihet qetë pa bo aktivitet fizik, prandaj është një kërkesë që ose ndoshta një mesazh që unë e kisha përçuar të rinjt, po mbi të gjitha kurreshta dhe origjinaliteti janë dy elementet që një farë forme të vendosin se ku do të shkosh në jetë, sepse shumë persona thonë, ose tash jemi në fund vitit, thonë, ok, ta bëjmë një rikapitullim të këtij viti, të vendosim disa objektiva. Viti i ri, unë e ri. Po, tash nuk mund është mu bo dikush i ri ose e ri, nëse prej janar dhe në dhjetor, ti i ke përdo shprehit e njëjta. Shprehit e njëjta e që ty nuk të kanë sjell diçka të dobishme, ose që të ti nuk e vrejt ndryshim. Do thotë për mu ndryshimi është nëse ti prej një janar deri me 31 dhjetor, të kanë karakterizu këto shprehit e vogla, po që kanë qenë shumë determinante për ty si person për me ndryshu. Tash nuk mund të me thonë, po kështu ja kom bo në maj, e tash në dhjetor po du më bo një person tjetër, e në janar 2026 është një person tjetër, nuk shkon kjo. Është e pamundur? Jo, është e pamundur. Do thotë, nuk mund bëjmë magji për një muj. Jeta përbëhet prej shprehive të vogla. Jeta përbëhet nëse vetës i thunë mëngjes, sot kom e bo këto, edhe shumë e rëndësi me majtë fjallën. Do thotë, edhe kjo që e kisha përçuar si mesazh, edhe që unë e përdori me shumë dashuri ndaj vetës, kjo dashuri e ashpër, që e shpjegon në Robin Sharma, kjo vetë disiplina, është shumë e rëndësi me mbajt fjallën vetës. Të gëzon shumë më pas, kur të e përfundat. Të gëzon shumë. Ne kemi vrejt, ndoshta nëse vetëm një email gjatë ditës që cakton vetës me dërgu, edhe kur e dërgon atë, thu, ok, tash u shlirova. Po, tash u shlirova, po dhe mund është me... Edhe jare vetës, shpinën e tu, bravo, Arita. Kjo është shumë e rëndësishme, me umbajt fjalla ndaj vetës, se pastaj kur e mba ndaj vetës, sigurisht e mba ndaj të tjerve. Edhe ne e vrejmë dhuratat që kur të takojmë dikë që se kemi pa gjatë rrugës, si ja e mirë, si po të shkojmë punë, hajde po shihemi për kafe këto ditë. Edhe kjo nuk duhet me mbet vetë si shpreje. Ne kontakti fizik, komunikimi fizik, po na mungon shumë. Edhe sidomos këtë na ka vendosur në pa rasti pandemisë. Do thotë, këtu e kemi pas sa të rëndësishme, janë marrëdhëniet ndërnjerëzore. Sa i rëndësishëm është ky komunikimi, me ul kështu, pa telefon, me bo muhabet, pas një agent tjetër në kokë që me u bo ngarkesë për neve. Prandaj neve këto na mungojnë. Këto janë shprehit ditore. Nuk është shprehja ditore që ta bëj një listën e me 31 dhjetor dhe prej një janar ku me fillon e kështu. Edhe e mblon pluri atë listën tani pas 2 jave. Jo, absolutisht. Nëse na nuk e bojmë njëjtën në mënyrë konstante, çdo ditë, ajo na karakterizon neve. Do thotë, shprehit e formsojnë karakterin. Karakteri jonë, ne jemi ata që ka bojmë çdo ditë. Nuk jemi ata që ka mërrim diçka të madhe. Për mu, karakteri jem nuk është suksesi jem. Nuk është pse jam drejtore, pse jam konsulente, pse jam trajnere, pse jam mentore. Do dhe karakteri jem është qysh njerëzit mu më njohin, që një vajzë që më bën fjallën, një profesioniste që mundesh me llogarit kur të thot diçka që kryet, edhe mbi gjitha një person që shtesh e vetën në sytë e tu. Është kjo shumë e rëndësishme. Prandaj shprehit ditore, nëse nuk gaboj një libër e ka emrin shprehit atomike, që ja rekomandoj shikuesve me lexu edhe këtë pjesë, e aty flitet qysh jeta jonë ditore neve na formson, edhe na bën ne kush jemi. Nuk na bën neve njerëz pozita, paraja, pasuria materiale, jo, këto nuk na bojnë neve njerëz. Në fund të fundit s'kemi me marrë me vete asnjë prej tyre, kështu që... Absolutisht, unë nuk e maj mend që kur ka ndru dikush jetë, që dikush ka thënë që personi i cili shkoj nga kjo botë, ka qenë i pasur, ka qenë profesionist i mirë, gjithmonë, ose ka qenë njeri i mirë, njeri pozitiv, e la keq këtë vend, do thotë, për këto mbajmë i mend, edhe pikrisht në këtë pjesë ta kultivojmë se kjo jemi ne, nuk jemi pjesa drejtorit dhe profesionet e tjera. Një bisede jashtëzakonshme sytrime, pikrisht për fund vit, me plot mesazhe e plot inspirim, të falenderoj shumë për gjithë kohën e përshpresoj që me të vërtet kemi